edhe tash merr një ide me nxjerr statistikat e ndeshjes manualisht. Pa mjete, pa kur gjë. Laps edhe një stopwatch me i ndal sekundat edhe i analizojsha goditjet, posedimin e topit, flamurtarit dhe të kundërshtarit, kornerat, edhe analizojsha pjesën e futbollistëve tonë se so pasime kanë pas, so pasime të sakta, sot pas sakta, so ndërhyrje, edhe kështu me radhë. Ka marrë këgja ku, u dash tash një lojë zgjat parafërsisht me ndërpremje me vazhdimet me pjesën e vazhdimeve të referit zgjat dikun parafërsisht 1 orë 40 minuta. Po. Mi merr këtë dikun 8 deri 9 orë. 8-9 orë. Po e bëjsha prej qefit. Ka qenë interesant që e matësha edhe lojën aktive sa po zhvillohet. Topi mrena fushës. Ka qenë një mesatare. Amo ti kur je mbyll 8 orë 9, veç çakt punë ke bërë? Po, veç ato. Ka qenë një pauzë mes pjesës të parë dhe dytë, edhe po ka qenë shumë interesant për mu. Këtë punë e kom vazhdu tani edhe tek Trepça 89.